E mbani mend 8 janarin e vitit 2022, nuk ishte ndodhur më parë, por ndodhi një përplasje e dhunshme mes dy grupesh të së njëjtës parti në të njëjtën seli, veçse me mënyra të ndryshme. Grupi ish kryetari Sali Berisha sulmonte nga jashtë selis blu grupin e ngujuar të Lulzim Bashës, njeriu që vetë doktori e kishte rritur politikisht dhe vuri në krye të partisë me shpresën e patundur për ta komanduar. E komandoi derisa një ditë të bukur Basha u mërzit, nisi të ftohet me Berishën. Nuk i dërgonte SMS-si më përpara, nuk e përshëndeste në mëngjes as mbrëmjeve të vona, nuk i uronte më gjumë të ëmbël, nisi ta kundërshtoi. Çështja ambitor ishte përjashtimi i Berishës nga partia e tij, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën non grata atë. Luli fërkoi duart, Berisha u ngryz dhe Edi Rama u gëzua, sepse doli profecia e tij. Lul, këta të tu do të marrin përpara me hunj o i shkret, i pati thënë kryeministri sy më sy në parlament. Profecia doli. Më 8 janar të 5 viteve më parë, mbështetësit e Berishës u mblodhën përpara seris blu, të etur për hakmarrje politike, u përpoqën të hapin dyert e selis, për pas sukses.